Pse ndodh që qielli bëhet i kuq në mbrëmje? Kjo është një nga pamjet më të bukura që shohim çdo ditë, ndonjëherë pa e menduar as pak se çfarë procesesh ndodhin në sfond. Por pas kësaj ngjyre të ngrohtë të qiellit fshihet një kombinim i thjesht fizik, atmosferik dhe optik. Sot do ta zbërthejmë hap pas hapi. Gjatë ditës, kur dielli qëndron lart në qiell, drita e tij kalon nëpër një shtresë relativisht të shkurtër të atmosferës. Atmosfera jon është e përbërë nga molekula të vogla gazi, grimca, pluhuri dhe avull uji. Kur drita e diellit godet këto grimca, ngjyrat me gjatësi të shkurtër vale, si bluja dhe vjollca, shpërndahen më shumë. Prandaj në sy na vjen kryesisht ngjyra blu dhe qielli duket i kaltër. Mirë po, situata ndryshon krejtësisht gjatë mbrëmjes. Kur dielli afrohet te horizonti, drita e tij nuk vjen më drejt prej lartësisë, por udhëton përmes një rruge shumë më të gjatë për të arritur te shikimi ynë. Sa më e gjatë të jetë rruga e dritës brenda atmosferës, aq më shumë ngjyrat e lehta shpërndahen dhe humbin para se të na arrijnë. Këtu hyn në lojë një proces i quajtur shpërndarja Rayleigh. Kjo është arsyeja themelore pse qielli ka ngjyrë të ndryshme në momente të ndryshme të ditës. Sipas këtij procesi, ngjyrat me gjatësi të shkurtër vale, si bluja dhe e gjelbra, përhapen shumë shpejt dhe zhduken më lehtë gjatë udhëtimit të tyre nëpër atmosferë. Ndërsa ngjyrat me gjatësi më të gjatë vale, si e kuqja, portokallia dhe e verdha, nuk shpërndahen me të njëjtin intensitet. Ato arrin të syt tanë shumë më të forta dhe të qarta. Kjo është arsyeja pse në mbrëmje, kur drita udhëton përmes shtresave të shumta të ajrit, ne shohim një dominim të ngjyrave të ngrohta. Qielli duket i ndezur, sikur po digjet me tone portokalli dhe të kuqe. Por rolin e vet e luajnë edhe kushtet atmosferike. Nëse në ajër ka më shumë pluhur, lagështi, smog apo grimca të tjera, këto materiale ndihmojnë në filtrimin e ngjyrave të caktuara. Pikërisht për këtë arsye pas një dite me erë, pas rreshjeve ose kur ka ndotje më të lartë, ngjyrat e perëndimit mund të duken më të forta dhe më dramatike. Edhe ret ndikojnë në këtë lloj të ngjyrave. Kur ret janë të ulta ose të shpërndara, ato pasqyrojnë dritën e kuqe dhe portokalli duke krijuar atë efektin e famshëm kur i gjithë qielli duket si një pikturë. Në shumë zona të botës, sidomos pranë detit, këto ngjyra duken edhe më të forta fal lagështisë së lartë dhe reflektimit të dritës nga uji. Në të kaluarën, njerëzit përpiqeshin t'i shpjegonin këto ngjyra me legjenda dhe mite. Disa popull besonin se qielli bëhej i kuq si paralajmërim për mod të keq. Të tjerë mendonin se ishte një shenjë hyjnore apo një simbol i paqes. Sot, fal shkencës, e dim se gjithçka lidhet me rrugën që drita e diellit bën përmes atmosferës, me përtallimin e ngjyrave dhe me kushtet e momentit. Në fund, mbetet një fakt i thjeshtë: qielli bëhet i kuq në mbrëmje sepse drita e diellit udhëton më gjatë nëpër atmosferë, ngjyrat blu shpërndahen dhe ngjyrat e kuqe mbërrin më të forta tek ne. Kështu që herën tjetër, kur të shohësh një perëndim të bukur, kujto se ajo pamje fantastike është thjesht shpejtësia, gjatësia e valve të dritës dhe atmosfera jonë që bashkëpunojnë për të krijuar një skenë spektakolare. Kaq për sot nga Pse ndodh. Nëse të pëlqeu ky shpjegim, vazhdo më ndiq për tema edhe më interesante dhe të çuditshme nga bota që na rrethon.